Namazi i vitrit në Ramazan preferohet, është sunet që të falet së bashku me imamin në xhami pas namazit të taravive. Dobia e faljes së namazit të vitrit me xhamat në taravi bashkë me imamin shfaqet përmes hadithit pejgamberit alayhis salam, i cili thot: "Men qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul layl." Kush falet me imamin deri sa ta përfundoj namazin imamit tërësisht prej fillimit deri në fund, i shkruhet atij sevap shpërblim sikurse që është falur tër natën. Besimtari fillon namazin e teravive para prakisht me faljen e namazit jacis, i cili është farz. Vazhdon me i fal teravit e të cilat janë sunet. Përfundon ky namaz duke fal salat e vitrin së bashku, i cili është vajib. Prandaj falja e namazit të vitrit bashkë me imamin hyn në këtë hadith pejgamberit alayhis salam, kush ka filluar me imamin, është falur dhe ka përfunduar me të, i konsiderohet apo i shkruhet sevap sikurse që është falur të natën. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Innama ju'ila al-imam liyutammima bih, fala takhtalifu alayhi." Thot imami është përcaktuar që me i plotësua namazet dhe ju me pasu atë. Andaj mos e kundërshtoni atë, vazhdoni të faleni me të. Dhe vazhdon hadithi kur thot pejgamberi alayhis salam: fa idha raka'a farka'u." Nëse bjen ruku, bini në ruku dhe ju. Wa idha qala sami'a Allahu liman hamida faqulu rabbana wa lakal hamd. Nëse thot sami'a Allahu liman hamida, ju thoni rabbana wa lakal hamd. Ky hadith i pejgamberit alayhis salam na tregon një rregull të përgjithshme, që ta pasojmë imamin gjatë faljes së namazit. Dhe na i tregoi 2 apo 3 shembuj që çdo lëvizje apo veprim që e bën imami është obligim për xhamatin që ta pasojnë atë. Definicioni i namazit është kur besimtari fillon me tekbir, Allahu Akbar, dhe thot fjalë dhe shprehje të caktuara me lëvizje të caktuara dhe përfundon me selam. Namazi fillon me tekbir, ku thua Allahu Akbar, i thua surat, doa dhe lutjet të caktuara, duke lëviz në rukun sejdë kështu me radhë, dhe përfundon kur thua selamu alejkum rahmetullah, selamu alejkum rahmetullah. Dhe hadithi pejgamberit alayhis salam po na thotë që me pasu imamin derisa ta përfundoj namazin. Prandaj kur po vjen hadithi paraprak dhe po na thotë se kush fillon me imamin dhe përfundon namazin me të, do të thonë prej tekbirit fillestar, prej tekbirit atje kur e merr imami tekbirin për farzin e yacis, deri kur të jep selamin në namazit të vitrit. Nëse ti ke vazhdu me imamin deri sa ajo ka përfunduar çdo gjë prej namazit dhe largon nga xhamia, o fjala me selam përfundon namazin, atëherë ne ke marrë shpërblimin sikurse je falur të natën. Dhe kjo është nimet begati e madhe e Zotit që ju a jep besimtarëve i madh Zot dhe e konsideron këtë kohë sikurse që është falur të natën. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar që namazi i vitrit është mirë parimisht me kon gjithë namazi i fundit. Nga ky hadith i pejgamberit alayhis salam, i cili është i përgjithshëm, e që dihet që 11 muaj vitri falet vetëm pa imam. Andaj ky hadith i përket asaj që është dominuese, e që vitri falet pa imam. Mirë, po në Ramazan kemi specifikat veçanta për vitrin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka thënë se është mirë që namazi i vitrit me qenë namazi i fundit, nuk e ka ndaluar me këtë që pas vitrit nëse dhe ka falë dikush vitrin, nuk e ka ndaluar me falë namazin nafile pas kësaj kohe. Dhe shpjeguesi më i mirë për këtë është hadithi pejgamberit alayhis salam, kur e ka pyetur Abu Bekr Sidikun, Muhamedi alayhis salam i ka thënë kur e fal ti vitrin, Abu Bekri ka thënë në fillim të natës, do të thonë para se merrem me flajt. E ka pyetur Omerin, ka thënë ti kur e fal ti vitrin, ka thënë në fund të natës. E Muhamedi alayhis salam i ka thënë Abu Bekrit, e khadta bil hazm, e ke marrë me ato që është më sigurt. E Omerit i ka thënë e ke marrë me ato që është më fuqishmja. Prandaj ajo që po duam të potencu këtu është që falja e vitrit
në fillim të natës, përfundim të namazit, para se merrem me flajt, është siguri dhe garancian që ka përdorur Abu Bakr Siddiku, e i cili padyshim që është muslimani më i mirë sipërfaqen e tokës pas pejgamberëve. E neve na mjafton me konë si Omeri, Abu Bakri e të tjerë prej sahabëve. Prandaj është mirë që namazi i vitrit është mirë, nuk po themi që është farz, është mirë, është sunet. Namazi i vitrit nuk është obligim të fal me xhamat. Nëse ke fal namazin e yatsis edhe vitrin bashkë me imamin në ora 8 për shembull, konsiderohet prej orës 8 deri në sabah atje, e kije shpërblimin kuptimisht që e falë tër natën. Mirë po, nëse dikush, për shembull, e ka falë vitrin në orën 2, i ka falë namazin e natës me imamin bashk, që namazin e natës mu falë në xhamia, mas orës 2-3. Nuk është asnjë transmetim i pejgamberit alayhis salam që i ka mbledh xhamatin mu shku në xhami mu falë para orës 2 apo 3. Namazi i natës që po falet të natë tash 10 ditën e fundit në për xhamia, nuk kemi asnjë hadith pejgamberit alayhis salam që xhamati mbledh në xhami dhe Muhamedi alayhis salam apo dikush prej sahabëve ja u ka fal xhamatit namazin me xhamat namazin e natës. Asnjë transmetim nuk është. Kjo s'po themi që është ndaluar, jo është e lejuar. Kemi të qartë, nuk themi që është ndaluar. Ajo që është e transmetuar që u fal yatsia, teravit edhe vitri bashk është më e fuqishme se sa ajo që nuk është transmetuar që u fal namazi i natës me vitrin bashk. Këtë po dojna me të rikët paralele. Në anën tjetër, a ma mirë më të llogarit ty që e fal të natën për orës 8 deri në sabah, apo për orës 2 deri në sabah? Sigurisht që është më e fuqishme dhe më e madhe kjo e para. Për këtë arsye, është e preferuar që namazi i vitrit në Ramazan të falet bashkë me xhamat me imamin bashkë. Mendësia e disave që në rekatin e tretë, kur e fal vitrin imami, po falna bashkë me të, kur imami jep selam, unë po ngritna dhe po e plotësoj edhe në rekatin tjetër, kjo të dashur vëllezër, sipas mëdhëbit Shafi nuk është e pranuar. Mendësia që mund do për imamit është mendësi apo normë juridike që lejohet të Shafit. Por kjo me kusht që më marr abdesi, e më fal namazin sipas Shafive. E nuk ka mundësi ti me marr abdes, me fal namaz sipas Hanefive dhe ndarjen në fund me bë sipas Shafive. Këto nuk e pranojnë vetë Shafit. E para. E dyta, nëse konsiderojmë prej kondit të Hanefive, ti nuk lejohet më ndohet prej imamit në asnjë rrethon, sepse pejgamberi alayhis salam ka thënë inma ju'ila al-imam li yutammima bih. Imami është caktuar, është përcaktuar që më plotëson namazin me to. Me dal me selam, me thonë selamu aleikum prej namazit është obligim. Prandaj një obligim namaz që ti je me imamin bashkë nuk po plotëson. Andaj, kjo formë që me dhon selam kur t'jap selam imami, unë më ngrit, as nuk pranohet sipas Hanefive, e as sipas Shafive. Se sikur të pranohej prej njëve s'ka pas problem. Ku është e lashja e kësajna që del pak më shumë skenë? Imam Ibn Rajab al-Hanbaliu në vitin 795 Hijri ka vdek. Jemi të fol para 600 viteve. E potencon një element shumë të rëndësishëm dhe thot: nuk lejohet besimtari, thot, me fal një namaz me 2 kirajete. Besimtari nuk lejohet me fal një namaz me 2 kirajete. Çka është kirajeti? Janë format të leximit të Kuranit, të cilat kanë zbritur prej Allahut. Përqindja gabueshmërisë së këtyre formave të leximit është 0. Nëse nuk lejohet me 2 kirajete me fal namazin, cilin do namaz, edhe pse këto forma të leximit të Kuranit kanë zbritur prej Zotit, atëherë si lejohet dy mëdhëpet me bë bashkë brenda namazit? Edhe pse përqindja e saksisë mëdhëpeve është shumë e lartë, megjithatë nuk është njëjtë sikur me qenë shpallë prej Zotit. Tekstualisht nuk është njëjtë. Andaj besimtar duhet me unifiku në një formë falës namazit. Kjo është mësim hyjnor. Hukmul hakim yarfa al-khilaf. Vendimi i institucionit përgjithës në një vend për formën e faljes së namazeve publike është obligim për gjithë. Dhe përderisa tek na jena përcaktuar që më fal namazin e vitrit në këtë formë,
Ky është vendimi bazë qendror më i fuqishëm se sa mendimet e tjera. S'po themi që të tjerat janë të pavlerësuara. Po themi që ky mendim është qendror dhe i fuqishëm dhe duhet mos zbatuar. Dhe kjo rregull vjen nga shumë norma, shumë ajete dhe hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.